Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi përsëri me formatin me emisionin pa emër ku do diskutojmë faktat se çfarë ndodhi ditën e sotme në parlament. Duket se parlamenti shqiptar po përsërit pamje filmike apo pamje të një filmi i cili ne i kemi parë edhe në situata të ngjashme. Duket se Berisha dhe Taulant Balla janë po përsërit të njëjtët aktorë të cilët nuk kursejnë deklarata të forta ndërmjet njëri tjetrit. Por kësaj radhe, ajo se çfarë ka sjell shernajën përsëri politike, lidhet me një protestë e cila në fakt nuk ka të bëjë me politikën, por ka të bëjë me kombin shqiptar. Protesta e thritur nga një organizatë e cila është e çlirimtarëve të Shqipërisë, organizata e veteranëve të çlirimtarëve të luftës, për të bërë një protestë paqësore dhe për të qenë një këmban e cila do duhet ta dëgjojë bota, për t'i dhënë liritë çlirimtarëve të cilët për prej 5 vitesh gjenden në Hag. Dhe këtu tashmë, shesi Skënderbej do të jetë këmbana e cila do të bëjë bashkë gjithë aktorët politik, por dhe gjithë ish komandantët e UÇK-s, nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi dhe nga Kosova. Individ të cilët kanë kontribuar për pavarësinë e Kosovës, por dhe që kanë kontribuar për lirinë e shqiptarëve. Do të bëhen bashkë, do të jetë Ali Ahmeti, do të jetë një sër funksionarësh të lartë kosovar, do të jenë shqiptar të Malizi, por gjithashtu do të jetë edhe vetë një sër personazhes të cilët duke ardhur nga presidenti Mojsiu, nga ish presidenti Alfred Mojsiu, ish presidenti Bamir Topi, dhe ka pranuar dhe kryeministri Rama të jetë prezent. Por me sa duket, opozita dhe me në krye zotin Berisha nuk do të jetë prezente në këtë protest. Për shkak se ka menduar që është një protestë e thirrur nga Edi Rama. Vetë Rama ju është përgjigjer ditën e sotme që ka thënë unë thjesht do të jem pjesëmarrës, nuk kam as drejt fjale, por thjesht do të jem prezent për lirinë e komandantëve në Hag. Për ata të cilët kanë prej 5 vitesh, si Jakub Krasniqi, si Hashim Thaçi, si Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Të katër këta janë aty si simbol i lirisë së Kosovës, por prej 5 vitesh po gjenden në vështirësi për të marrë të drejtën e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse po thritet kjo protestë. Por ditën e sotme në parlament duket se aktorët politik shqiptar nuk i shmangen dot protagonizmit apo edhe gojdhënave. Një prej akuzave të Taulant Ballës ditën e sotme ishte një akuzë që i drejtoi menjëherë Sali Berishës. Je dhëndër i Serbisë, një akuzë e cila në fakt duket më shumë si konsum politik se sa të ketë fakte dhe prova. Gjithashtu Ardit Bido ka shigjestruar gjithashtu Sali Berishën duke i përmendur një term që vetë zoti Berisha më pas e ka mohuar dhe i ka thënë turp të vi që e një djalë kaq i ri dhe gënjen sy për sy. Duket një panoram që në fakt të krijon pak neveri, se si përdoret edhe situata të cilat kanë të bëjnë me kombin shqiptar dhe përjetohen apo përfitojnë politikisht. Kjo është ajo se çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Kjo është ajo se çfarë kanë parë sytë e shqiptarëve. Por gjithashtu kanë parë edhe një përplasje e cila është gati komike midis Flamur Nokës dhe Zeqinet Saushi. Kjo është një situatë që ne do diskutojmë këtu në formatin pa emër, duke nisur nga akuzat që Taulant Balla i ka bërë Sali Berishës për dhëndër i Serbisë dhe më pas për diskutuar dhe çfarë ka ndodhur ditën e sotme në atë parlament i cili duket sikur është një kasete e përsëritur dhe askush nuk po ndryshojnë, as regjizori, por as aktorët. Me Andrej Balla dhe Marsil Gupi do diskutojmë këtë se çfarë ndodhi ditën e sotme. Duke u nisur nga akuzat dhe nga ideja që është munduar të transmetohet, unë se di se qa ka në mendje zoti Balla, kur drejtohet si dhëndër Greqie, dhëndër Serbie, apo dhëndër Maqedonia, apo dhe me larga koma Turqia apo Arabie, se cilat janë krushqit e lejuara midis njerëzve dhe cilat jo. Edhe ka krushqit cilat duhet të bëhen dhe cilat duhet të bëhen, sepse po ashtu përveç se nusën shqiptare dhe ishte bitë marrin nusë amerikane ose angleze. Futbollisti kombëtare se ka nusën serbe. Dakor, po. E kam fjalën cila mund të jetë krushqia e duhur që dikush cilësohet mbushteti. Dera.
ose dera dur, për shembull do ta marrim në Amerikë, do ta marrim në Angli, apo duhet marrim nuse në ndonjë vend tjetër i cili mund të jetë pjesë e Traktatit Euro-Atlantik apo Bashkimit Evropian. Ajo që unë di them është që nganjëherë edhe kushtit midis fqinjësive janë kushtit më të mira sepse punat lidhen me fqinjen, jo me ata që i ke me distanca të mëdha. Ajo që unë di them është që në parlament gjithmonë kur bëhen debate ose diskutime, pritet që të jenë diskutime lidhje me politika që do aplikohen. Politika që do aplikohen janë taksat, plani ekonomik, viti buxhetor, mandati i qeverisë, synimet domethënë për të votuar pro kësaj qeverie ose jo, programi politik i kësaj qeverie. Pra janë disa gjëra të tjera të cilat kanë vëmendje dhe mendoj që janë më interesante për qytetarët që na ndjekin. Kurse akuza pasaj se ti je martuar në Greqia, ti je martuar në Serbia, ti je martuar këtu, nuk mendoj që është diçka që i shërben qoftë debatit politik, qoftë demokracisë, qoftë institucioneve apo qoftë edhe ligjit. Mendoj që është një niveli, si tu s'dua të bëj pjesë, mund të jetë nivel më i lartë se imi ose se joni, po. Kurse në raport me demonstratën, ose më saktë me tubimin, protestën, në lidhje me lirimin e Zotit Thaçi dhe të komandantëve të tjerë të cilët njihen ndryshe edhe si çlirimtarët e Kosovës, mendoj që në atë parë një duhet parë kontekstin në cilin pse realizohet edhe a do ishte më mirë për shembull që kjo protestë bëhej pranë gjykatës të Hagës apo të bëhet në sheshin Skënderbej. A mundohen ta përdorin këtë lloj proteste disa individ caktuar, pra që dalin sikur janë patriot, sikur shprehin një afiliacion ose qoftë sikur krijojnë një afinitet politik në lidhje me situatën politike në Kosovë, apo është realisht e vërtet që këta me vërtet duan shtërimin e komandantëve, duke pasur tu parasysh dhe statusin që ka bërë sot zoti Kurti, i cili akuzon zotin Rama që i jepte avionit helikopterit dhe vinte në Kosovë dhe si thua lobonte migrimin e gjykatës speciale, që dënonte komandantët dhe sot flet në kundër dënimit të tyre, pra dhe në lloj forme edhe kundër asaj që ai vetë ka nxitur dhe e ka shtyrë përpara si projekt, qoftë ndërkombëtarëve, qoftë edhe i ti bashkë me ta, si bashkëortak le themi ose bashkë partner. Pyetja që kam unë është që a do shkonte secili prej nesër në protestë, pra mendoj që është një protestë e drejtë, e ngritur në kauzën e dur dhe e ngritur në synimet dhe qëllimet dhe objektiva që realisht i takojnë, apo është thjesht një lloj deklarate, ortakërie apo partneriteti i zotit Rama me PDK-n, me LDK-n e tjerë, pra me forcat politike të cilët çlirimtarët e Kosovës kanë bërë pjesë. Unë mendoj që një duhet bërë dallimi i synimeve, i qëllimësive, kush organizon dhe çfarë mundohet të përfitojë dhe çfarë rezultati jep dhe pastaj të merremi që ky që shkon bën mirë apo ai që nuk shkon bën gabim. Ja ta them kush organizon. Po ja ta them kush organizon, se ti nuk mund ta bësh pretekstin mbi një gjë. Hysni Bucati, është komandanti i UÇK-s, është dënuar nga Haka, ka bërë 4 vite burg. Shumë saktë. Po, tjetër? S'ka asgjë. Ai është kryesori që e drejton. Shumë, ti do shkosh. Kush financon? Unë do shkoj më. Bravo. Di kush është prapa Hysniu. Po këtë them unë. Ajo është një protestë që s'ka kontekst. Përveç asaj po thot pra ai. Kush është më përveç? Po, po them gjë. Po më nëse s'du ta them, se nuk duket e drejtë protesta, se duket sikur e politizoj. Por ky debati nuk është debat kot. Ma beso për këtë që po them. Pra nuk është debat që lind se këta po shohin një person, po shohin Hysniun që të dalin në një tubim paqësor në Tiranë për mbështetur komandantët dhe kur vjen puna pastaj që s'ka asnjë prapavi politike, më kupton çfarë po them. Prandaj ndoshta edhe reagimi i Kurtit ka pas lidhje me tubimin e Tiranës, besoj, më kupton, nuk është thjesht rastësi që flasim që u çoi një ditë në mëngjes Kurtit përmendi këtë tubim. Problemi është që nuk për mua nuk ka rëndësi nëse e bën Kurti, nëse e bën Hysniu, nëse e bën Rama apo është iniciuar. Protestat janë se gjithmonë në Shqipëri gjithë gabimet që janë bërë ose të paktën në gjitha protestat që i kanë po kanë dashur të shush frymën e protestës, gjithmonë i kanë politizuar. Ka qenë protesta kemi para të armëve kimike, një lloj bën. Bën me protestën e studentëve që dolën te ministria, fillon po të shikojë mediat, fillon bombarduan që ky është filani, në fillon të gjetë foto nga aktivizmat e disa
si thush, pjesëmarrësve atje, duke i atashuar me parti politike në lidhje politike për treguar se kjo protestë është e iniciuar në formën e spionazhit apo të shërbimit inteligjencës përmes partive opozitare, dhe këto partive opozitare e kanë ngritur si frymë proteste, por në fakt kjo ka këto komponent brenda dhe është protestë politike për ta shkatruar protestën dhe atë bën. Se nëse ka pas protestë për cilën Rama është shqetësuar më shumë, madje nuk ka qenë asaj armë kimike, por ka qenë protesta e studentëve. Dhe këtë e dini. Por në thelb, ky është mentalitet që na takon neve, Shqipëri me fjalë shqiptarëve, ky është mentaliteti jon, se nuk mund. Unë besoj se çdo veprim, çdo qëndrim, edhe kur nuk marrin pjesë protestë, dhe kur marrin pjesë protestë, dhe kur themi dy gjëra më tepër, por protesta është qëndrim politik. Pa për partjake. Ne jemi gjithë politik në fundin në çdo lloj aktivizmi. Tani në raport me mentalitetin shqiptar është që protesta po është politike, jo nuk vlen, po jo nuk ka lidhje. Unë besoj se në Shqipëri për shumë kohësh kanë munguar kauzat. Po dhe kur kam pasur kauza, unë për shembull nuk e kam problem të bashkojmë protestës nëse është Berisha në protestë, nëse kjo për shembull Berisha të dalet mbrojt drejtat e më thonjza, se s'ka për të bëu vakinë herë, po të qytetarëve që janë tetërsuar pronat apo ka pas bivendosje ose për drejtësinë që nuk jep gjykata. Nuk besoj se ne e pam nga ngjarja e fundit që ishte ngjarje skandaloze dhe kur erdhi puna, shqiptarët ishin tym. Po. Dhe si ka mundësi kur mundodhin tilla ngjarje ose mundodhin pse nuk ngrihen protestë për këtë lloj ngjarje, për këtë lloj eventi? Fjala vjen, e kupton. Saktë. Se fryma është. Kauza është, si ka është Berisha, është Rama në protestën për... Jo, ngrita pikë pyetje. Po, do unë për debat për e bëjë, s'po them se asë më rregullin e gjithë në koncept. Problemi është se si mundet tani ta analizoj një protestë gjithmonë partjakën, prandaj s'do ta bëja pisa tha, dhe Rama vetë është treguar i kujdesshëm, tha që nuk dua të flas shumë për këtë gjë, se s'dua ta politizoj. Se duke sikur ka në interes, dhe pra ne nuk ka marrë pjesë, se edhe në debate ka qenë uftua në duel nga Kurti për këtë punë. Për t'i dhënë konotacion, besoj unë tani, se nuk ka rastësore në politikë, nuk mund të ngrihet një person në mëngjes dhe thotë sot do bëj këtë. Nuk janë individ, janë subjekt, ka këshilltar, minimalisht çohet mëngjes do pyesi këshilltarin, ore, kështu është puna. Çfarë mendon ti që mund të ketë kjo protesta? Pra, cili është qëllimi i mesazhit, se që gjithë ne jemi pro pafajësisë. Qëllimi i mesazhit është se kjo s'besoj se kanë. Qëllimi i mesazhit është që protesta t'jap, si thuash, protesta, tubimi, të jap, të tregoj për shembull qasjet e saj, e kupton, mbështetjet e komandantëve që pritet ka një lloj sinjali që kanë një mundësi për të mund të përfitojnë lirimin në pranverën e vitit tjetër, dhe Rama në kontekstin e protestave të hysniut të ngritura në Tiranë, të përfitoj prej kësaj gjëje, dhe Prishtina duke qenë komplet diametralisht i kundërt me qëndrimet e zotit Rama, të përfitoj nga karta e nacionalizmit apo patriotizmit e drejtshëm në këtë kontekst. Tani, edhe këtë punë që po them, nuk mbani mend kur ishte Rama në Serbi me Vučićin, që u shpreh në podium që Kosova është një realitet tashmë i patjetërsueshëm dhe që do të njohur. A kupton? Nuk tha Kosova. Po pra. Me Vučićin, nuk e mbaj mend vitin më thënë. 2013, vitin e parë të mandatit qeverisjes. Ka qenë një nga vizitat e para që ishte vizita në Serbi. Tani, po ta analizojmë atë shprehje, po të themi për shembull që Rama e tha këtë, se sa thënë Rama e tha se është trim, se ka thënë njëri tjetër përveç Ramës. Rama mund t'i ketë shpatullat e ngrota në thonjza në konceptin për shembull duke parë përmes partnerëve siç janë SBA apo BE, SBA për shkak të interesave gjeopolitike në rajon dhe sepse ka baza dhe në Shqipëri, më kupton? Duke parë dhe kundërshtarin e tij më të fortë që është në Europë, që është Rusia, dhe BE-ja për shkak të interesave jo vetëm gjeopolitike, gjeostrategjike, por edhe ekonomike. Se këtu
Këtu lëvrojnë këto të gjithë. Besoj se ka qenë një kërkesë e bërë nga këta dy fuqit madhore në thelb, më kupton? Që mund t'i kenë thënë që për të parë edhe reagimi Vučić si kur uli kufjet, si kur si thua, si unë dje si tradhtuar nga që i kështë edhe në mundësinë fjalë. Unë besoj të ky teatri e madh gjithmonë, që më prapa vi ka sa regjizor, sa skenaristë që e ndërtojnë. Edhe Vučić i bëri shumë mërzitur që Rama e tha, po unë nuk e doja, sepse nëse Rama do i kishte thënë këtë gjë dhe pas asaj do kishte pasur qëndrime të rrepta ndaj takimeve midis Vučićit dhe Rama, mund ta kuptoja reagimin e tij, po jo, reagimet e tyre kanë qenë gjithmonë më semisore ose në aspektin e bashkëpunimit diplomatik midis dy vendeve ose ekonomik midis dy vendeve. Ose edhe rajonal ku fut pastaj kjo Ballkani ç'a ishte si e quhetën ata? Ballkani hapur, Open Balkan. Ku nuk bënte pjesë Kurti, ku linde konflikti pastaj midis Kurtit dhe Ramës, që pati një shpërthim të madh. Kurti erdhi me parti këtu, formoi vetë vendosin, në mos gabojnë. Halli opozitës që... Prit, jo, më fal, edhe diçka, më fal. Rama mund ta bëri me ndihmën e fuqive të madhe. Problemi është se për ta thënë atë gjë aty ku do e thoshte, është e zakonshme. Se i kthehemi prapë pastaj të njerëzve të jashtëzakonshëm, e kupton? Ose njerëzve të zakonshëm që ka raste që bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Dhe në thelb unë si gazetar e lexoj kështu, duke parë indicet, ose si paktën aq sa kam studiuar nga komunikimi. Problemi është se nuk ka rëndësi më nëse e bën hysniu protestën, është e mbështetur nga Rama apo kundërshtohet nga Albini. Në thelb protesta është e drejtë apo jo? Sakt. Kjo me thënë debati unë besoj do të ndërtohet mbi këtë parim, nuk do të ndërtohet parimi se kush e bën. Çdo protestë të thënë që bëhet, më fal Ermal. Jo, s'ka gjë. Çdo protestë që bëhet për njerëz të cilët prezumohen pafajshëm, përdesa s'ka një vendim, dhe për njerëz të cilët kanë kontribute politike, siç është edhe konsolidimi i pavarësisë dhe ndërtimi i institucioneve të pavarura, të shtetit të pavarur, mendoj që meritojnë gjithë drejtën e botës, jo vetëm Shqipëri, po në çdo cep të botës që të ketë protesta. Absolutisht. Po mund të jetë vetëm një person, më nuk ka rëndësi të shumë. Edhe kushdo që të unë jam me idenë që ka rëndësi për shembull kazë, unë ngrita pikë pyetjen më parë. Ora bën protesta në burg për kushtet e burgut, se tani ata mund të kenë bërë nga krimet nga më të këqija, tani çfarë? Pra drejtat e njeriu prevalojnë mbi. Ajo që më shqetëson mua këtë situatë është që Edi Rama po luan kartën e patriotit apo kartën e përfitimit politik. Kjo është të dyja bashkë. Kjo është me një gur dy zogj. Origjinalitet politik bën dhe pjesë edhe ky zotëria tek njerëzit mbi të zakonshmit. Sepse e los këtë sepse është faji Kurtit që s'ditë ta përdorë këtë gjë. Po kjo pra e bën një të zakonshëm, meqense u futën te pjesa i zakonshme e zakonshme. Është faji Kurtit që nuk po e përdor, nuk e përdori. I zakonshëm, sepse Kurti erdhi në politikë si një star i zakonshëm. Do ta dëgjosh dhe gafën që bëri sot Kurti, për mendimin tim. Gafa që bëri sot Kurti ishte se gjithë në jo mblef, por në dëshirë e sipër për të goditur Ramën për ta nxjerrë keq, gjykimin tim gjithmonë, edhe mund kjo është perceptim. E goditi Ramën dhe i tha që ti zotëri e ke votuar gjykatën speciale, pra e ke mbështetur themelimin e saj. Dhe tani na hiqesh sikur je në ballë të luftës ndaj gjykatës speciale. Në thelb ka dy raste. Pra në Kosovë Kurti parimisht po i thot Ramës që unë s'kam qenë dakord, ti ke qenë dakord. Në këtë rrafsh. Pra unë s'kam qenë dakord. Ti ke qenë dakord për ngretjen e gjykatës speciale. Pra Rama ka më shumë, si thuash, gur themeli për fajza se s'ka asnjë. Po gur themeli për ndërtimin e gjykatës speciale është më shumë Rama se sa Kurti. Dhe në kontekstin tjetër është Kurti i vërteton qytetarët shqiptar se Rama përmes kësaj thënie që thotë për gjykatën speciale që po themeluesi apo babai i drejtësisë në Shqipëri, siç ishte reforma që u bën në Shqipëri, është Rama. Se një person që është interesuar për të bërë drejtësi në një shtet fqinj, pavarësisht që i bie që tek shteti vetë që e ka në dorë është edhe më interesuar. Kështu që në këtë kohë bën babajnë e reformës dhe babajnë e gjykatës speciale. Madje
edhe sikur, po që edhe përgjigjja Ramës ishte që unë kur kam votuar gjykatën speciale, unë e votova për trafikun e organeve në thonjza. Pra e kam mbështetur në këtë thelb që le të hetohet për këtë gjë. Por nëse gjykata speciale e deformon dhe e keqpërdor misionin e saj, unë do reagoj. Njësoj siç po bën dhe me reformën e tij në Shqipëri. Pra, edhe kjo është gjë më normale në botë. Pra, një qytetar ose një zyrtar apo kushdo, se në thelb ta janë zyrtar, po në fund ditës janë dhe qytetar. Pavarësisht se deri dje ka qenë minim, po të zonë e minuar, po të hetoj edhe dënoj një politikan, momentalisht është zbehur ai miti i padëshkueshmërisë në thonjza se s'është aq i ngritur, i lartësuar, dhe kur vjen puna, ai siç e kërkon për qytetarin, do e kërkojë edhe për veten e tij. Sepse një padrejtësi e bërë për një subjekt tjetër, nesër pas nesër, në këtë logjikën e padëshkueshmërisë, e padrejtësisë, do të vitë kthehesh ti viktime e saj. Kështu që në këtë kontekst, njerëzit nuk duhet fajsohen. Do bësh martim në moment që akuzosh për është njësoj sigur. Ramush Haradinaj u ktheu kryeminist. Patjetër. Është njësoj sigurimin e të tretë tani dhe unë t'ju them ju që do bëjmë këtë studion për shembull dhe do grejmë do bëjmë këto 1 2 3 besoj se do na eci do im shkëlqyshëm do marrim kaq reklama do funksionojmë do marrim kaq njerëz punë zëm fjala vjen e kupton do kemi kaq klikime dhe të nisim diçka dhe në fund për të mos thënë devijuar misioni po për shkak të ecshmërisë nuk realizohet projekti që nisën fillim ose ideja. Po pse është faji im se doja diçka që të funksiononte apo është që edhe puna gjykatës, në gjykimin tim tani, pastaj kurse të ndryja unë pak përpara se nuk ka si unë thjesht e kam në këtë këndvështrim. U zgjedhur Tirana sepse protesta për liri përfshijimtarët janë zhvilluar në Hag, janë zhvilluar në Prishtinë dhe mendoj që zgjedhur Tirana edhe për të vetëm arsye që zemra e kombit shqiptar. Dhe kjo e bën akoma më të fortë thirrjen zërin kumbues për liri përfshijimtar. Atë pyes diçka se e di që kemi shumë Prishtinë kush e bën të protestat? Të njëjtët. Ky hysnim që ashtu. Po. Edhe në Hag edhe në janë të njëjtët. Okej. Janë të njëjtët. Po, janë të njëjtit njerëz. Po, okej. Mund të flasësh që ta marrin vesh të njëjtët, mëse cilët janë, hysniu që përfaqëson që ka qenë ish komandant, është dënuar nga Haga. Se din të gjithën më, është dënuar plot. Po, është dënuar nga Haga me 4 vite së bashku me Nasim Haradinaj. Hysni Gucati. Po. Është dënuar me 4 vite 5 muaj burg nga Haga së bashku me Naser Haradinaj. Jo Ramush Haradinaj. Ramushi s'ka qenë një në Hag, e kanë hetuar, por nuk ka qenë. Do më ka vajtur aty, po ka dalë triumfues. Dhe tashmë është në krye të organizatës veteranëve të UÇK-s. Dhe duhet kuptojmë që kur thritet një protest për 4 komandantët e UÇK-s, nuk jam vetëm për ata 4. Pra, në qoftë se dënohen këta 4, pra, po them Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi, atëre nëpërmjet këtij procesi njolloset lufta e UÇK-s. Pra, ne akoma e sot po të marrim një shembull konkret marsit, Rado Qiqi, i cili vrau policin e Kosovës në veri, është akoma i lirë dhe gëzon jetë luksi. Komandantët apo luftëtarët e UÇK-s të cilët luftuan për liri. Serbia s'ka gjykatë speciale për këtë punë? Jo, them gjykata e Hagës. Ta marri Haga thotim? Në kontekstin, po them çfarë ka ndodhur, se ke plot, për shembull ke një komandant tjetër të Serbisë, komandant mos gaboj, ai Novkën e ka pasur Guri dhe është funksionar i lartë në Serbi tani. Ai ka qenë prezent në masakrat që janë bërë në Kosovë. Edhe ai ende i lirë në Serbi. Në këtë kontekst, në gjithë të situatë, në gjithë të panoramë, nuk mund të ketë një, sepse duket se kur gjykata e Hagës tani, po kërkon ose interesat politik që luajnë underground, po kërkojnë të japin një barazdhshmëri midis dhunuesit dhe viktimës. Pra, pavarësisht se shqiptarët e Kosovës luftuan për liri, luftuan për
shtëpitë e tyre, luftuan për tokën e tyre, këta duan tani ta bëjnë palë sikur serbët, Serbët, qaqet serbët thua. Qaqet dhe ata cilët i mbështesin serbët, sepse gjithmonë ka qaqe dhe suporte dhe sa rrot ka Haga në këtë mes. Pra, diça të pyesja, edhe një vetëm pyetje. Okej, serbët do të ta bëjnë pis, po Haga si gjykat, pse i merr parashyt sysh hetimeve të gjykatës speciale dhe a është më shumë duke bë Haga pis këtë punë apo serbët? Prandaj po të them, kur të them janë disa komponent nuk dahet veçmas. Pra ajo në momentin serbët janë një aktor. Po unë nuk e kam kapacitetin të them ty që kush janë dhe aktorët të cilët janë të fshehur pas në sensin e prapavis. Jo, e di çfarë po them, po them. Po në kontekste gjithmonë në kontekste historike ka disa shtete të cilat kanë pasur afilacion me Serbinë më shumë se sa Shqipërinë. Madje edhe kur u bombardua NATO, të paktën sipas atë se çfarë kanë deklaruar komandantë UÇK-s dhe përfaqësues të lartë, i jepnin urdhër që mos e kaloni nëpërmjet komandës që ishin edhe vendet e Bashkimit Evropian, kishin linjë direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me komandon e NATO-s në atë kohë, vetëm kishin linjë direkte me generalet amerikanë. Kjo për shkak se nuk kishte një siguri tek përfaqësuesit e NATO-s, cilët kishin afilacione të lidhura me Serbinë. Edhe kanë qenë në kontekste historike të gjithë viteve. Kështu që në këtë kontekst, anashkaluan si të ndërmjetësit e NATO-s dhe shkuan direkt gjithmonë tek ka ndodhur kur u bombarduan, sepse kur ndodhi bombardimi i parë në Serbi, nuk ishin dhënë koordinatat e sakta dhe një koordinat jo e saktë dhe një koordinat jo e saktë i bie që ti nuk, pra çfarë bën serbët për të rikthyer pak teleshikuesit, vendosin një imitues dhe një avion që është i origjinal, bombardues origjinal. Dhe ty të jepnin ata informacionin për këtë që ishte imitues dhe ti godisit ndërsa origjinali rinde aty. Dhe pasi amerikanët e zbuluan këtë gjë, kërkuan që të ishte lidhja e shkurtër. I mbyllur, po. Lidhja e shkurtër dhe i klasifikuar. Ajo se çfarë ndodh sot, kërkohet që nëpërmjet gjykatës së Hagës të vihet një baraspeshim midis dhunuesve, gjakatarëve dhe viktimës, se nëse dënohen ata komandantë, se ata kanë qenë si fytyra, se domethënë sot i vetmi komandant i gjallë i cili ka luftuar në terren është Ramush Haradinaj, i cili ka qenë prezent në terren, se këta kanë qenë drejtues. Recep Selimi ka qenë në nivel pak, ka qenë komandant, por ka qenë jo drejtues të një, sepse ka qenë Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli që kanë pasur një nivel më të lartë politik, ishte si organizatë politike, kurse Ramushi ka qenë i vetmi njeri që ka shpëtuar dhe atyre, prandaj nuk ju deli nati me Ramushin, që shkon në Franca i e ndalojnë, shkon kudo e ndalojnë, i bëjnë lloj-lloj skema, sepse nga gjithë komandantët cilët kanë qenë fytyra e UÇK-s dhe kanë qenë njerëz të cilët kanë dalë përballë për të luftuar, Ramushi është nga të vetmit me peshën më të madhe, po të them, politike dhe ushtarake, që i kanë mbijetuar kësaj gjë, sepse pasi ata goditën familjen Jashari, vajtën me njerë goditën pas 2-3 javësh, mos më shumë mos gaboj, vajtën goditën familjen Haradinaj. Se dy familje u rrethuan atje që u bombarduan. Në këtë kontekst mendoj që e gjithë kjo çfarë po ndodh tashmë, vetë Berisha, por edhe përfaqësues të opozitës kanë bërë një autogol në mungesë të vetdijes, a nuk e di se si e kanë interpretuar, apo edhe inateve personale, për shkak se e dim shumë mirë për plasjet e forta që ka pasur Berisha me Hashim Thaçin, por unë mendoj që vetë zoti Berisha, madje dhe një nga pjesëtarët e kësaj proteste që ne kishim dje këtu në studion ton, i bëri thirrje zotit Berisha, i tha nuk ka lidhje politike, hajde di në shesh aty që të mbështesësh mesazhin për çlirimin e luftëtarëve. Një autogol e shikoj, ajo është një protestë simbolike, nuk do të ketë askush ndonjë përfitim politik në optikën time dhe në sytë e mi, për shkak se Shqipëria tani ka dalë nga zgjedhjet e para. Ne dim shumë mirë si është situata, Rama nuk do të jetë njëri që do të mbaj fjalimet, do të jetë aty prezent, pavarësisht se po e pompon edhe për një raport misie që ai ka me Thaçin, por edhe sepse i takon optikën time, është kryeministri i vendit,
dhe ai duhet t'i japi zë të tilla thirrjeve, pavarësisht qëndrimeve të brendshme politike që ne mund të kemi, por protestat të cilat janë mbi përmasa kombëtare dhe mbi përmasa që kalojnë inatet politike, do duhet të jemi aty në shesh dhe do duhet të përfaqësojmë dhe do duhet ngrimë zërin për padrejtësinë që i bëhet shqiptarëve nga bota, se ne nuk është aty. Pastaj mbasi mbarojnë atë protestë mund zihen prapë me taulan ban, se ajo që ndodhi sot, për shembull, sytë e mi është shumë e vështirë. Domethënë, as nuk mund të përdoret kjo gjë për konsum politik, as nuk mund të shigjetohet Berisha që je dhëndër i Serbisë, më duket e pasens si akuzë. Në qoftë se ke Tavlon Balla, është kryetari i grupit parlamentar, ka gjitha instrumentet që mund nxjerrë dokumenta që në qoftë se ka një aferë që Berisha, për shembull, ka favorizuar ndonjë eksponent, siç është rasti i Fazliçit, në qoftë se këta kanë dokumenta, ti çojnë në institucionet përkatëse, por nuk mund të bëjnë tema kombëtare konsum të brendshëm politik që të ndahet shoqëria që thotë shiko ky e luftoi, ky nuk e luftoi. Të njëjtën gjë bëri dhe Bido sot, që donte të përfitonte nga kjo gjë dhe i thoshte genocid, kur Berisha nuk e ka thënë. Dhe kur të them unë që ato gjëra që si ka thënë, ai si ka thënë. Ato që ka thënë ja them unë në mëngjesit deri në darkë. Por Berisha, Bido se kuptova, se dëgjova. Po në raportin e mbi qëndrimet e UÇK-s, dhe i dha një deklaratë që ti ke thënë UÇK-ja ka bërë genocid, që Berisha nuk e ka thënë këtë gjë. Por këta ngatrojnë kontekstet kur kanë zhvilluar, sepse Berisha ka pasur disa deklarata kontroverse në fillimet e UÇK-s, për shkak se Berisha në fillim kishte dyshime dhe nuk e njinte UÇK-n. Ma ishte edhe në dyshim dhe kishte edhe një përplasje me Rugovën, ka pas përplasje të fortë me Rugovën, por kjo nuk ka lidhje me situatën sot. Pra sot Berisha puna Berishës e ngatrojnë punë e Berishës me krevatin. Nuk ka lidhe krevatin me të. Puna është ka qenë, me i fjellë, një nga akuzat më të forta dhe më skandaloze që i rëndën Berishën, nuk është as njëna as tjetra. Ka lidhe me furnizimin me naftë. Me naftë. Po. Ndërkohë që ishte në embargo, kaq mirë pafshim. Këtu fillon e mbaron historia. Po këta nuk thojnë këtë. Absolutisht. Dhe aty ka qenë Tritan Sheu, administratori asajt kompanisë. Por, shko, Tani PD-s. Po, tani pse nuk del në pension ai. Edhe ti, po ti është administratori i kompanije naftës, do dalësh shkurt në pension. Mbas se do na gjesh edhe neve dy në një vend atë. Inshallah. Më kollaj bëhesh ti, se ti ti edhe nga patosi. Zero, po ti që do isha bërë, jam bërë tjerë. Ore, më kollaj bëhesh ti, kur s'bëhesh ti, ne s'bëjmë, kështu që harroje. Edhe politikën dhe naftën. Dhe në këtë kontekst mendoj që nuk duhen përdorur këto momente për të përdorur një gjuhë politike për përfituar pikë të brendshme. Dakord, jam dakord me ty dhe si heqa si presje vendimit Termalit, do të shtoj vetëm pjesën, sepse u morë me pjesën serioze, me jemi çik për shtesonimin pjesën fanë pas se ta mbyllim. Sot ka qenë debat shumë i bukur, për shembull pjesa e Zengjines me Flamur Nokën. Dhe po mendoja ndjet gaze për shembull në përkëmbër ose lëndë masdore kur vëmendja e zonjës Çavushi tashmë në shkollën për zotin Noka. Zonja Çavushi është aeroplan pa bisht. Po nuk është se është e fokusuar. Pa motor. Jemi patjetër. Ka motor, nuk e kanë se. Ideja është do futuron të dop. Zonja Çavushi është aeroplan pa bisht, edhe funksionon, ashtu funksionon druri. Po që bishti sa zoti Bardhi. Ja, po them që zoti Bardhi është një nga, nuk e ka betejën me zoti Bardhi, ka pas betejë, më thonë se e ka pas përplasjen kur ka qenë në fushat, dhe besoj se aty ka mbaruar përveç një debat, më kështu regjistrimin në çaqën TikTok. Besoj se Zeqinea do bëj që do të tregoj është në sfidë për të treguar popullatës, po Rama e di kush është më burr. Rama ndekoj që tjetra të ishte... Po, Rama e ma për ta këthyre Barcalet, e si puna këtyre. Këta janë Barcalet, për të këthun Barcalet që të kedi shtensionim, si shteti, ajte ta shtensionojmë tani. Tani nesa për Ram graskën e atë që ka prodhuar Rama. Unë pe kopjoj Rama. S'po kuptove. Pra ne shtensionimin, pra a thoshin atere, bëjni buk dhe cirk, do populli, ndërtoni e thot teatro, e to doni ta... teatro, më skeqe dhe doni ta vrisin ju
mendimin ose opozitarizmin apo protestën. Ndërtoj kështu tip skeqesh Portokallia apo Alpazar që janë këto me radhë dhe njerëzit rrinë aty, kështu që dhe në kontekstin e kësaj do të heqësh vëmendjen ti. Ngreze qinen, ik putnja 2 mufka, ajo dhe ne gjejmë hidhimi të kapim gurin. Në fakt, unë kam problemin me tezat. Në fakt është shqiptarët janë më zgjuar se Rama. Që i idhulli imi tha. Po. Ndje. Po idhullës e kanë në kështu e në spak. Në thësh do një që është që ka idhu Altin Dumanin për shembull, a është një lloj zëngjineje? E zen. Ja. Po sepse pra Zëngjineja, nuk ka lidhje me askënd tjetër. Zëngjineja, profesion Zëngjine dhe ta thash dhe një zhvënësit është tip Dordoleci i parlamentit për të trem korbat që mos kur i vin vërdallë Ramës. Gazrat e ndryshëm, që e Gazrat e ndryshëm. Kështu që unë besoj se Zëngjineja është aty për të bërë atë që di të bëjë më mirë, qeshin të tjerët. Dhe nuk besoj se ka një formim, për shembull, që të ndryshoj fatet e vendit apo me gjithë se këto rregullojnë këta njerëz, a kupton se kështu bëjnë. Është si puna është si puna këtyre artistave që po t'i hapësh videoklipet para 20 vjetësh, thu se njët rob në ujë, kështu që edhe puna. Si ka qenë ajo? Gazi doktorit me Zëngjinën e Ramës. Se di nëse do prodhonin gjë, por besoj se thash dhe një Zëngjineja, unë në variantin tim, është aty për të bërë tjerë të qeshin, variantin tim më bën më se këldin pamja saj, ta them sinqerisht. Se përveç është, nuk është problemi e fshatar lëkut që ka. Se ti jesh nga provinca, nuk të mungon asë që me qenë nga se gjithë e rurare, nuk është. Problemi është ignoranca asajt e mi fjalla, e bën turp, bën me turp dhe nga ku vjen. Dhe të gjithë ata që kjo i mendon se i përfaqëson. Pra, në sensin ku unë ndoj ndija vete me turp, për shumë t'ishe nga i fshat me Zëngjinen. Do dilja me pankarta, protestores, s'ka lidhe se jemi djerës të mire, të zakonshëm me punëtore, dhe të zgjuar, të lexuar, po jo një dallka uke që është turp me pas. Jo aty në seanse dhe kjo ka zhvlerësuar edhe kartonin në parlament, kjo zhvlerëson edhe mandatin e deputetit. Çfarë rëndësie ka sot me i apo si deputet, kur ti dhe një më i rëndom ti është më i mirë se Zëngjineja. Kështu që ajo është çështje. Po tjetë për çështje rroke, pastaj kujt e japin, po prapë është e rënd, se kush paguhet. Se bësh bë klishe kjo shpreha ranca male o ngritën ca hale, po në këtë kontekst jemi. Kemi ca gropa septike, cila sa herë që dikush i hap atë kapakun, kur do ai, vjen herë dhe është gjithmonë është Dordoleci për të hutuar. Po. Zëngjineja vetëm problem ka me vetbesimin e saj në optikën time. Kështu të duket të aftë. Po, prandaj mendoj. Fakti që Zëngjinen e gënje mendja që mund të përballoj dhe mund të flasi me një gjuhë të pastër, ky është një prej defekteve të saj, sepse në shumë momente mendon se fjalët që thot janë më të mëdha se çfarë përfaqëson. Ka shumë kështu që janë delirantë. Zëngjineja. Dhe ky është një prej problemeve kryesore. Pra duhet kuptoj që deri ku ishte Ogazo ku je, dhe çfarë duhet bëj tani që e fitoj betejën me Ogazo ku je me rrjetet sociale, bullizoj, e uli për tokë, pavarësisht se strategjia e Gazit ishte një strategji e zgjuar që mos të merrej me të, por të merrej me zonën Balluku. Ashtu kam pas. Ashtu më i fal Zëngjineja s'ka pikë ndryshim me Kozakun. Jo, por në aspektin prodhimit politik nuk prodhon gjë. Në rrjetet sociale. Jo, është vështirë, po. Në rrjetet sociale ajo e bullizoi Kozaku bëhet deputet me votat e 18 vjeçare. E bullizoi shumë keq Bardhi në rrjetet sociale dhe dilte gati ishte virale. Kush ishte bullizimi më i rënd që mund të mbash më ndaj gjë kot, sepse nuk e kam ndjekur, them sinqerisht. Kur i thoshte Gazo jam këtu me shoqet, hajde na u bashko. Kjo ishte shumë diabolike si formulim. Më negodiste në shumë kontekste Gazi. Jemi këtu me shoqet, po diskutojmë me ty, ose i thoshte mos rri më të pish në orën 12 xhin
me shokun, po hajde na bashkon neve. Më ishte shumë diabolike në... Po lere, baba Kjo Bufi është si puna s'ishte asaj gjë, që ti e po. martu me nusë serbe, po nese. S'ishte, nuk ishte gjë ajo Se me... është dhe me bullizim, faktin. Kjo është tamam fitin, ti s'ka pik ndryshime me ti e martu me nusë serbe. Se tani, se kush janë orientimi i gazit tani, si hynë gjep dhe Gjinesë. Po them kontekstin, ajo mundoj ta bullizone në këtë formë, ku je, i thoshte dil, i prezent, po në rrjetet sociale ajo e neutralizoi. Nuk ka rëndësi çfarë jipte si produkt. Po them në rrjetet sociale ajo e goditi keq gazin në rrjetet sociale. E goditi nga mesi e poshtë ajo. Gazi i duhet mbijetonte nga mesi e lartë. Ajo e goditi gazin nga mesi e poshtë. Videot e saj u kthyen shumë virale në TikTok, Instagram. Po pra, po e goditi nga mesi e poshtë. Tani nuk i hyn punë votuesit. Po dakord, po them edhe nuk është se na thani gjë të re bërin e zbulim që se din këta të tjerët. Kjo më jo, ajo thjesht bënde atë detyrë që ishin caktuar, por ja doli me sukses ajo. Se po mos kishte dalë me sukses, nuk do rynin ata për ta sjellë në parlament. Po pse more e fotuan për këtë thuti, pa ajo ka tjerë njerëz brapa ti e di shumë mirë tani e burr. Anëri, tani jam kupton çfarë po them, ai di lidhet e Zegjinese, e Zegjinëve të partisë. Tani po ta them edhe një herë që nuk po analizoj që fitoj prej kësajt. Po të them në rrjetet sociale e neutralizojmë, po them që rrjetet sociale përkthyen vota për Zegjinen. E mora vesh. Këtu po jemi dakord. Mirë, mundova se them. Jo, po them në rrjetet sociale e neutralizoj dhe neve si gazetar do t'i themi publikut që Zegjinen ato vota nuk i ka nga rrjetet sociale, po i ka nga klientelet afër qeverisë dhe bandave kriminale. Tani unë po të them, po mos ishte e suksesshme në rrjetet sociale, Zegjinen nuk do ishte as parlament. Patjetër, po. Dhe fakti që hyri në parlament ishte vetëm fal këtij Chelsea. Tani ajo, nëse nuk do të përfundoj një figurë komike në parlament dhe historia politike, po mirë më mund të reflektoj ajo. S'ka shanse. I ka mundësi ta. Që kur flasi, sa niset flasi nuk ka. Ndryshon edhe ti intelektuale. 4 vite po nuk do presim Zegjinen se ti po do prit 30 vjet në parlament. Ti po do prit, po di mos prit, ajo do jetë 4 vite. Mbase vendos prapa ai thotë do ta kem drejtuesit qarkut Fierit. Hajde idhu pupthi ti. S'ke ç'i bën. Ç'është? Mund të sot prapa i mandatin tjetër... Drejtuese qarkut dhe gjithë ca ushë. Po, qa do, parlament do e kesh, ne do e diskutojmë, se këtë pun kemi, nuk e se... S'ka për zjatë pushteti Ramës, po të maqë. Ore, dakord. Sepse ky është mandati i funit. Ore, dakord. I kanë dhënë ata xhaxhat urdhra, tak, i kanë thonë, vlla, bëj si të bësh. Dakord. Pastaj nëse Rama e kthen si do Rama, është më tjetër flasim për Zegjinen. Na thuaj kush do e marri këtë miqë di këtë. Se di kush e marri. Unë e di që kanë thënë vetëm për këtë e di. Si qeshaj. Kush do e marri, se di kush do e marri. Mund ta marri prapë PS-ja, po jo Rama. Po prapë ajo tjetra që do vi do thotë Zegjinen. Po nuk i duhet Zegjinen asaj tjetrës që do vi. Po ai që është pas asaj tjetrës me sa duket. Urojmë mos vinë një kështu në predatorë por që do jo një Zegjinen, po Zegjinen me gjithë shoqet që ku të thotë mos jetë si gaz, jam me shoqet. Ti thot me shoqet dalin ti. Kështu që në këtë kontekst ajo e ka rritur. Tani ajo duhet të Unë di që kanë thënë që është mandati i fundit që mos ta zgjasim, e kupton? Mirë bëre që i mori, than. Se s'kishe kush ta merrte më përpara se nuk ishte i fundit, e kupton? Do të thënë problemi është më që di çfarë ndjesim kanë dhënë mua këto diskutime dhe këto gjë që bëjnë në parlament. Këtu ka rënë niveli i diskutimeve reale për më doptin për njerëzit që kanë probleme raportin me aksesin e ligjit, njerëzit që kanë të drejta dhe nuk Po ti na futet tek që s'o ka. Prit, di pse? Jo, me ka thënë për edhe për ato, me zëndra Serbie me protesta. Po. Ora si nuk organizohet për shembull një protestë? Po pse morti? Pse ta bëjnë ata tjetër debatin? Ata se kuptojnë çfarë din ata çfarë për shembull, çfarë kanë nevojë. Aty su dhe mas xhepi, as ka një siklet për të mjeku, as të shteti, të kadastra, as të gjykatat. S'kanë mërhale, mërpur. Edhe trafikun nuk e vuajnë, se kanë caktuar një shofer, ti marri fëmijët nga shtëpia në punë, nga puna në shtëpi, nuk i çojnë as vetë këta, as i marrin këta, nuk e kuptojnë asnjë gjë. Kanë dhe 2 badante aty te shtëpia. Tani na e mbodhe indianë dhe filipinez, Bangladeshës, që i fërkojnë, i gatuajnë, i ekurosin dhe i pastrojnë. Pse do rrinë ta ta morin me ngutë, si shtu ti se shteti është adheo në rrezik? S'ka ngutë këtu. Këtu e marrin me Terezia ata dhe flasin për gjëra i çfarë
se unë nuk e din, më ti pyesësh tre çereku, nuk e din, a kanë problem, vetëm erën braçet deri që më ngriu buka, tha. Po pse 12 vjet tani e pak që ngrin buka? A se ka pas si sinë e miellit to 12 vjet apo tani u prish? Këto vitet e fundit që e kapi Erioni bukën në dorë. Këto se din as çfarë bukë kanë ngrënë. A kupton? Ta them sinqerisht se nuk kanë furrat buka zakonshme. Si blen si këta shqiptarët që e zakonshëm që rren, i shkruan ai bukë franceze aty ose bukë gjermane, buka është po i njëjti miell për të gjitha. Njëri si Susam, tjetra ca fara, e njëri ca ulli dhe vetëm thjesht vendosin emra dhe cilësitë e bukës janë nga më skandaloze. Bukë me maja skandaloze dhe çdo gjë vjen me marrim nga Serbia, me që jemi tek Serbi, miellin e morëm nga ane. Dhe serbët me atë miellin u japin këtyre baktis. Ta them sinqerisht. Edhe vjen këtu e ham ne, bëjmë bukë dhe hajmë. Më kuptonte tani? Ku e di Tao bukën? Tao e blen, kush e di ku e blen? Nga këto marketet e huaja. Blen atë të mirën që vjen nga jashtë, blen shtrenjtë. Nuk merr këtë 800 lekë, 1000 lekë që blem ne më burr. Se thot me atë vdes, se e din këta, a kupton se kanë pyetur dhe te AKU-ja, ku dëgjon TBU-ja, çka janë këta të gjitha. E thon vetë ata drejtorët. Po mos e merr atë se do ikesh për lesh, i thën. Qumshin mos e merr se do ikesh për lesh. Kosin këtë, ujin, kush është? Këta manipulojnë me analiza, me çdo gjë. Tu është batërdi. Problemi është është batërdi sepse edhe këta që kemi që duhet na menaxhojnë situatën dhe na qeverisin, nuk e kanë idenë se çfarë bëhet me janë tjetër nivel. Pra ne jetojnë në realitet komplet dimension tjetër me atë tonë. Qartë. Kurse ne flasim tani, pse se di ai hallin tip, se di se është si ku ti gjon tani them ty tani, ti ke marrë shkollën ke 15 vjet dhe se diti se çfarë në këtë kohë një student ka siklet provimet ose i pedagog që nuk i shkon gjithë vitin dhe në fund fare i kërko i jep 3 letra bakalli dhe thot, a e ke mësuar ti për sot se saktë, unë do të them vetëm një gjë. Për ta mbyllur analizën time që në këtë vend demokracia nuk kupton që të vendoset gishti në çdo gjë që s'është problem. Jo vetëm aty ku është problem. Aty nuk vendoset kohë. Shumë mirë se këtë. Besoj ta mbyllim, kemi një gjë tjetër. Ose kur do mbyllësh Qepenin. Jo, po them se nuk e di, kemi temë tjetër. Do mbyllim Qepenin dhe i fujmë çestin dhe drynin. Ha, po, s'kemi që mund diskutosh atë të presidentin nëse ke dëshirë, po ti mos e diskuto. Për mos ka Bajram Begaj. Akuzat që bëri PD-ja për Baromin apo? Duket e ke pikdovën. Jo, e di si është çështja, çështja është që ata duhet ta kishin ulumtuar pak më shumë Bajramin. Kush? Vet Gazi, duhet kishte dërguar shkresa që të mirët edhe një informacion nga këto ILKPD, çfarë janë këto institucione. Po e ka marrë. Dhe të jemi sinqert tani, kjo ajo nuk më ngjiste vetëm fakti që djali që ndronte në Gjermani dhe ishte në një firmë që përfitonte siguracionet. Jo, firma ishte firmë sigurie që ruante presidencën. Dhe djali që jetonte në Gjermani paguaj nga firma po ishte i punësuar. sigurisë. Po këtë po them. Po si ai mohabeti Alçi Bllakos që pati vënë te furi bukës babain çai ishte. Kjo të them drejtën më la. Jo, që pati vën rrok babain. Kjo të drejtën më la shihet i Po pse presidenti para dite në punë, bas dite... Ajo e mjekut, me thënë drejtën, nuk më duke ndonjë gjë, sepse mjeku në shikoj si... Unë e di që kushtetuta se lejon. E di... Bënte vizita, burë, thjesht ishte për këshillim gjatë, konsulencë. Konsulencë. Se do të tek kjo pjesa e konsulencës mjekut, unë jam i natyrës që presidenti duhet të ketë atë rol honorific. S'mund qoftë se bën këtë mjekun për bamirësi. Nuk është se bën të kriminalin, më jo, se do bënte në këtë kontekst jam më qitsin. Mjeku, kur bëhet për bamirësi dhe ai është president, është e kuptueshme. Kur presidenti është niveli më i lartë, mund të bëjë dhe mjekun part-time. Kushtetuta e përcakton saktë dhe unë atë kushtetun, siç është ashtu duhet respektuar, në optikën time. Po kur shkel kushtetutën për pozitën e punës se ka për gjë ta shkeli kushtetutën për datën e zgjedhjeve, a kupton? Nuk e ka për gjë dhe për 200 euro. Ai për 5000 euro ç'a bën ai? Tulet në gjunjë. O, anej, nuk e vën në diskutim këtë gjë që është gabim. 5000 euro e marrin për ditëlindje, kur të kem ditëlindje, unë të japim 5000 euro presidentit hajde na trego Barsaleta, si i bie këtë. Ka një rast për shembull, ka një rast që nuk është rasti,
ka shumë etik kjo punë, se je president i vendit dhe s'mund bësh dhe një punë part-time, nuk bës sens. Qoftë se je president i vendit, do respektos kushtetutën. Po çka nevojë për lekë ajo? Se i bie sa ka marrë ky si general? Se ky shifte, ka një logjik. Prit se nuk ka lej kollaj. Jo, mos ja lej, se ke. Jo, se nuk e lej kollaj këtë pjesën, ka një logjik. Pra ky ka qenë general. Po. Sa ka pas rrogën? Se di. Po sa ka pas? Me ka pas 2 milion. Po nuk e di, po. Po ka pas 3. Se ka pas. Ose këta janë mësuar që të marrin shumë, se këta çes kanë bërë, kanë tjetërsu pronë ushtarake, kanë thonë, biznesit i kanë kthyer klient, i mu merrshin lek këtyre komandove, po dhe punojnë kur i çonin me shërbime X në vend, se për shembull, ikte bëte shërbime ushtaraku, merrte 60.000 euro atje. Fjala vjen nga shërbimi, 1 vjeçar, 2 vjeçar, dhe që të çonte filanin, të rekomandonte ky siç bënte Gjungshi. Se dhe Gjungshi milioner. Ke patim generale milionerës Gjungshi me... Tani, dakord jam me këtë pjesë. Jo, unë nuk jam dakord me këtë pjesë. Jam dakord me kontekstin me atë që po them unë. Unë mund të jam dakord me, po të ngacmoj nga i qi. Unë nuk jam dakord me këtë pjesë. Dhe tani që ka rrogën më të lartë se që ka pas kur ishte në funksione, tani nuk i del. Se këtu tregohet ajo makuteria. Tani nuk i del si që i dilte kur ishte në funksionin më përpashëm dhe thot që të plotësoj dëmin aty, po iki në darkë ditën tullë e natën qullë. Po tani nuk është etike fare. Pase s'është ky rasti vetëm. Që ky ka bë pisliqe. Ky ka bë shpërndatim detyre që ditën e parë ku ka shkel në zyrë. Shkarkoi 17 vjeta, ishin më shumë ata, po 17 ishin me këshilltar ishin ata. Jo, s'ishin këshilltar. Ka shkarkuar 17 vjeta që kanë qenë me DAP në punën civil. Se di me DAP me thënë. Po tani e di unë, për kanë shkarkuar 17 persona kanë qenë në punës civil. Dhe ky nuk e ka problem me këtë Terionit. Se këtu lidhet çështja. Ma kupto drejt. Unë ta kuptoj. Prit, që ti lidh gjëra se ke parasysh që harrojmë edhe presidenti ka shkarkuar 17 vjeta se i ka dash trapi. Se që s'ka asnjë logjik të shkarkosh tip 17 vjeta sa shkel në presidencë. Këta 17 vjeta duke qenë në punë civil se kanë kaluar me DAP me konkurs, pavarësisht se mendon ai ishin të Ilirit apo të Bamirit apo ku di unë, Mojsiut apo Recepit, nuk ka rëndësi, sepse ky Edvin Zhvarsi për shembull kishte 20 vite punë, 19 vite që punonte në president dhe u bë debat i madh kur e shkarkoi ky. Se ishte njëri intelektual ai. Po pra e shkarkoi Baromi, po ta veshësh del me kostum se është president, ta veshësh me tuta ngjas si ata pianecët e Lotos Lagjes. Një sekond. Filloi tani këto i ka. Pa shumë duket mua shumë duket, mua s'kam fare respekt për atë figurën e atij personi. Ai është presidenti i vendit, mos ka rëndësi. Po për zotin, no, po mund të jetë kushdo ai. Unë po thash dhe herë, ai mund të jetë kushdo. Mua ashtu më duket. Autoriteti e njeriu nuk është më i lartë se i pianesi i Lotos Lagjes. Vishet dhe i paltuta kështu Adidas nga këto fosforescente dhe Si prekur nga deklarata e presidencës, se thot gazetarët dhe gazetarët si asnjë. Unë nuk e kam dëgju fare për zotin. Se kam dëgju, për zotin se kam dëgju. Dhe jo se kam fare. Këtë familjarë ti, po. O, gruaja thua ti më, e presidente, zonjës Parë. Ja mirë, zonja Parë është tjetër. Zonja Parë atëherë mori parokierin e mori si këshilltare në Amerikë, mba mend atë pjesë. Po di më di të gjitha, nuk po është se nuk di të gjitha. Parokierët si gjinja seancë. Parokierën mori dhe burrin dhe gruan e si këshilltari mori të gjithë bashkë, ata ishin lidhë kompani, kishin bërë si këshilltar. Këto filmat e pra, hoqi këta që i kishin kaluar me provim, e mori këta që s'kaluan as provim as i gjë, i morën për këshilltar dhe i paguajtëm ne. Me fjalë për ky lloj presidenti që i ka bërë të gjitha. Me fjalë, ky është i pa turp, se ky kur të vjedh në ku digjon, me monedhat, imagjinoj çfarë bën të thesi ky. Pse e them këtë? Sepse nuk mundet që një president që të shkarkoj 17 funksionarë shtetëror të kalum në punë se civil të jenë ku të jenë ato se nuk e përcakton ligjin Baromi, as ky tjetri, as Berisha, as Rama. Ligji përcakton qartë që këta njerëz direkt e shkojnë do apelojnë heqen se ai ka 17 veta duket që është personale ose se s'ka lidhje me punën fare. Jo, po Edvin Zhvarsi kishte thënë që nuk e njësuar ti diplomën dhe je në shkelje, ky ignoranti me fjalë, i thoshte një
intelektuali që ti se ke bë këtë. A kupton se këtu është problemi kur ignoranca prevalon mbi Bajrami është mjek, s'është ignorant. Është ignorant i kategori e lartë. S'është ignorant. Ignorant edhe hajdut. Po ore është gjithë. Ignorant dhe hajdut. Prit, një sekond. Mjek nuk mund të jetë ignorant. S'ka mjek që nuk është as mjek që shkel kushtetutën, as Ore ka shkelur kushtetutën shumë gabim. As mjek, as president që merr gruan me staf dhe i quan këshilltar, as që shkarkon me pa drejt njerëz nga puna, as që as përdor nepotizëm në kur i dole lista e famshme, as kur futin djalin punë dhe kjo është pastrim para e biles fare. E di që është për pastrim parash. Po të dënohet mos kam un problem fare. Po dash mos dënohet se fusun burgat e po. E kanë fjalën se gjithë veprimet që ka bërë. Dhe të dalësh ti, të bësh me fjalë 1001 zezë, pra të thëmë që është ignorancë. Edhe hajduti ka çik dinjitet kur dita vjedh i plaçkën. Ky është dhe ignorancë se dita vjedh i plaçkën. Ky është hajdut që e kapin këtë direkte, ky ndoshta kur e kapin thotë ora kanë vjedhë, e kupton, e kanë bërë. Ka të shohin çfarë thotë. Po s'ka çfarë thotën, burr çfarë thotë, s'ka për ta marrë një ebësi për Baromin e bërë. Po doja u ngrit për të shkarkuar Bajramin që duhet 94 vota. Prit. Një sekond, nuk është aty thebi, më se ka disa variante. Problemi është se Bajrami tani shkarkoj 17 veta. 17 veta të çojnë çështën gjykat. Ton gjykat, kur të marrin gjyqi, do kërkojnë lekët e tyre. I marrin me përmbarim dhe ky quhet dëm. Prandaj kalon Baromi do të ishte direkte për shpërndimin e tyre. Me këtë, sepse i shkakton dëm buxhetit shtetit. Po këtu nuk pyet njeri. Dhe në momentin dhe Merion Velia e pun me të njëjtën sens. Pra Baromi i erdhi propozimi nga Rama e dekretoi se i plaste Baromi se do merrte Erion Velia i lek nga shteti, se do ishte kryebashkiaku i dytë, nëse do bëheshin zgjedhje, do ishte Kena Manasiliu. Kur ka bërë për 17, se bë për 18 se ka problem fare. Por janë parat që i paguajmë ne. Dhe parat, këto pastaj hyn tek servilizmi ose te pjesa e që unë bëj gjithçka për ty dhe në përkëmbën, po gjithë ministrat që ta shpjegoj edhe ty normal, gjithë ministrat janë në burg. E di pse janë në burg. Se u thoshte Rama që bëhet i këtë. Po Rama u thoshte bëhet këtë, po nuk e thoshte bëhet i si do trapi ty. A kupton që të bish dhe në burg. Dhe mos bëhe dhe atë letra fare dhe bëhe si pas variantit që të pëlqen ty më shumë. Rama the, po bëhe në kontekstin duke zbatuar ligjin. Pastaj është aftësia jote aty të shkruash letra apo të shkruash letra. Kështu dhe puna Baromit. Baranët i kanë thonë që duhet me heq. Po ka një mënyrë se si duhet me heq, nuk mund të ishte 17 veta për herë. S'u bë problem kombëtar Baromi që kishte bë kasapan në por ky kasapan normal që do të adresuar, se pastaj flasim ne për drejtat e njerëzve. Po çfarë drejtë kanë njerëzit ku ti pasiguria më e madhe që është në të vend që rrezikojnë është pasiguria ekonomike. Ku është? Pra ti e punojnë si presidentës dhe një ignorant edhe të heq nga puna, se është mjek. A kupton? Me që do ti ta thras mjek ignorant dhe të heq nga puna. Ti thritë si dua se mua as më hyn as prish gjë në xhepi, mjek ignorant më është. Unë mendoj që do të jetë një betejë mes hajdutëve dhe do të nxjerrin mëkatet e tyre, duke qenë se këta janë trysnuar tërkohën nga Rama dhe ju thotë Rama gjithmonë bëni këtë, bëni atë, tani të brenda qelis, brenda kafazit që kanë ndërtuar, to duhet të flasin ose to duhet të mbajnë gojën mbyllur dhe të vuajnë ato se çfarë kanë bërë. Po çfarë se po tha ai ma tha Rama çfarë do dënojnë Ramës me fjalë se e ka thënë Baromi se e ka thënë ai. Po funksionon ashtu më valla. Unë nuk e di do të dënoj se më tha, po unë mendoj që kur një funksionar i lartë politik thot më ka thënë ai. Pra, me fjalë unë them unë ty Ermal na këtë armën i ke vrit atë, ti do shkosh atje do thuash ore, më tha ai ta vrisë, unë s'kam asnjë faj. Në qoftë se ti më ke mundësuar mua gjithë infrastrukturën e mundshme. Po, dënojmë të dy, ti edhe ti po. Po këtë po të them. Po ai thotë se do shpëtoj se po si gjeni. Nuk thash gjë do shpëtoj ose ti. Ore mendon ai se do shpëtoj duke bër. A se çfarë mendon ai se është punë për mua më. Ti thu se çfarë do ti që të bëj ai? Jo, unë nuk thash. Po ti çfarë the, ai do të spionoj. Po këtë thotë Berisha, Ahmetaj do të vit bëhet Pentiton. Tani më ke këtu dhe më thua kështu, thua ashtu, kur unë thash komplet ndryshe. Unë thash, si do shkoj kjo punë, është i betej mes hajdutëve, që në qoftë se zgjedhin të flasin për njëri tjetrin, do i bëjnë gropën në kafazin që kanë ndërtuar. Ti po thon mos flasin, po okay. Mos flisni po sa po i them mos flisni, vetëm për Tiranën flisni, aty është mesazhi, vetëm për Tiranën. E thash gabim apo?
Shumë mirë. Unë Tirana më intereson mëse unë jam nga Patos. Po t'isha Patos, për shumë, kuj bëjmë zgjedhje Po, Vlorë, ti se kshu se e ke. Rrik. Po. Për Tiranën do flasë vëlla, Po. aty e kam zemrën. Se aty e ke zemrën. Po, Ronjë tu i kom. unë flas vetëm për komunën e Parisit. Mbyllë për Armen, mbyllë. Të qetë dhe qytetarët që na ndoqë deri tash të bëni pushim se do rilidhen prapë. Do rilidheni prapë me Anërin për ta Nëse do të diskutoj këtë pjesën e edhe për diskutuar konstitucionalizmit. mbi kushtetutën, sepse është shumë e rëndësishme ajo se çfarë po ndodh me Tiranën. Mos u largoni, bëni subscribe, do gjeni përgjigje për presidentin, do gjeni përgjigje se çfarë po ndodh në PS, do gjeni përgjigje se si e kam punën këta, janë ajdut apo jo, do gjeni përgjigje që a kanë vjedhur as kanë vjedhur gjithë këto vite, dhe do gjeni përgjigje që kush është më pak ajdut në këtë shoqëri që është vjedhur shumë. Kështu që mos u largoni, pas pak do keni Anërin, s'po ja u themi të ftuarin special që ai ka për të diskutuar gjithë këto tema të cilët lidhen drejt për drejt me atë që ka shqetësim Anëri, Tiranën. Subscribe dhe mos u largoni.